Infrastrukturës dhe energjisë, zotin, ju lutem, zoti Klliçi, ju e dini që nuk funksionon me kërkesë grupi marrja e masës së kryetarit, por bëhet në moment dhe për transparencë mbase keni qenë këtu, i kam tërhequr vëmendjen ministres gjatë fjalës, i kam ndërprer fjalën madje, megjithse zonja Tabaku, se nuk kisha ndërmend ta zgjasnim këtë, se s'është çështje pyetje përgjigje, zonja Tabaku, nëse do të ishit këtu ku jam unë, do të dëgjonit një batare fjalësh gënjeshtar, vagabond, mashtrus, e tjera, po të dëgjoni këto fjalë dhe një fjalë që nuk dua ta justifikoj absolutisht, unë mendoj që edhe ajo fjalë duhet hequr nga fjalori ynë. Është një diferencë shumë e madhe, kështu që të jemi ekuidistant. Jam shumë dakord me ju, të jemi ekuidistant, patjetër. Do përpiqem që ta bëj këtë sa më mirë. Interpelancë me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë, zotin Enea Karakaçi, kërkuar nga një grup deputetësh, grupi parlamentar Partisë Demokratike. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 të Kushtetutës dhe nenin 96 rregullores. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me masa konkrete të Ministrisë Energjisë për çështje të garantimit të furnizimit me karburant, të menaxhimit të duhur të rezervës sigurisë dhe të koordinimit institucional me Bashkimin Evropian dhe IEA. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në 96.5 rregullores. Zoti Eno Bozdo, keni drejtën për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Faleminderit, nderuar kryetar, nderuar koleg. Çështja e rezervës sigurisë naftës është një çështje që tashmë prek thelbin, ndoshta një ndër situatat më të rëndësishme, atë të sigurisë kombëtare. Është e dhimbshme të shikosh që Shqipëria, edhe pse ka një detyrim ligjor, edhe pse ka një detyrim ndaj Bashkimit Evropian, nuk zotron sot asnjë gram naftë të rezervës sigurisë, jo më të mendosh që ta kemi të disponueshme për 90 ditë import, siç kërkon edhe ligji, por dhe direktiva e Bashkimit Evropian. E aq më tepër pastaj të mendosh që ndoshta mund të na vi ndonjë kërkesë nga institucionet përkatëse për ta liruar këtë rezervë, që ekonomia shqiptare, popullata e Shqipërisë të mos mbetet pa karburant. Shqipëria sot zotron vetëm fjalë dhe është me duart lart përpara menaxhimit të një krize shumë të rëndë, që nuk varet nga ne, por që ka ndikim shumë të madh në fushën e energjisë. Sot ne nuk kemi as rezerva sigurie, as kapacitete për të menaxhuar kriza të tilla dhe këtë krizë, dhe as plan emergjence për të furnizuar sektorët jetik. Për ta përballuar këtë krizë deri më sot, të paktën deri përpara 5 ditësh, vendet e Bashkimit Evropian kanë hedhur në treg 82 milion fuqi nafte nga rezervat e tyre strategjike, të cilat i kanë. Shifër kjo që përbën rreth 20% të totalit të rezervës të Bashkimit Evropian. E ndërsa kriza vazhdon, ne jemi me syt nga qielli duke shpresuar që kjo krizë do të zgjidhet sa më parë, sepse jemi realisht në pikë të hallit. Ai sa dhe kryeministri u detyruar të gënjejë në takimin e marsit me furnizuesit e naftës, duke thënë se rezerva e sigurisë është fizikisht aty për 30 ditë. 0 ditë, 0 gram, kjo të jetë e qartë për gjithë opinionin publik. Ndërkohë, e vërteta është se jemi me duart lartë dhe ky fakt na nxjerr në dritë shumë të keqe me vetveten, por edhe me partnerët tanë të Bashkimit Evropian. Sepse nëse BE-ja nesër do të kërkonte të lirojmë rezervën e sigurisë si pjesë e reagimit kolektiv në ndaj krizës, atë që kanë bërë Gjermania, Austria, Franca, Spanja, Italia, ne do të ishim me duart lartë. Do të ishim shteti i vetëm i rajonit që nuk ka çfarë të jap, sepse nuk ka asgjë për të ruajtur. Kjo nuk është retorik politike që thuhet sot apo që harrohet nesër. Ky është vetëm konstatim i dhimbshëm i fakteve. Angazhimi i Shqipërisë ndaj ligjit të saj, po edhe ndaj Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë dhe ndaj Bashkimit Evropian, direktivës përkatëse të Bashkimit Evropian, është detyrim ligjor për rezervë të barabartë me 61 ditë konsum ose 90 ditë import, cila do qoftë më e lartë. Por ne i kemi shkelur angazhimet tona me dyja këmbët. Zoti Ministër, kjo është çështja për cilët kam kërkuar interpelancë, ju duhet jeni sot shpjegime pse ndodhemi në këtë gjendje. Pse Shqipëria nuk e ka respektuar këtë detyrim. Në të njëjtën kohë, qeveria ka njoftuar se është gati projekt ligji për krijimin e autoritetit të rezervës sigurisë. Një projekt ligj
drafti i cili është hedhur për herë të parë për konsultim publik që në vitin 2019. Ka 6 vite që qëndron në sirtaret e qeverisë dhe pa pritur tani që vjen kriza kujtoni ta hidhni përsëri dhe duke i thënë njerëzve që këtë punë do ta zgjidhim me anë të projekt ligji. Për fat keq. Dua të ngre 2 çështje edhe në lidhje me këtë temë. E para, vetë kryeministri pranoi që kemi 6 vite që e mbajmë këtë projekt ligj dhe me këtë edhe gjithë mekanizmin për menaxhimin e rezervave sigurisë, por tani që kriza ka bërë vetën dhe që çmimi i karburantit ka vajtur në stratosferë, çfarë do të zgjidhi projekt ligji nëse miratohet në 2 javë, 3 javë, qoftë edhe në muajin që erdhi? Absolutisht asgjë. E rëndësishme është që ne të kishim rezervat këtu, që ti menaxhonim ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Por ky projekt ligj, kur do që të miratohet, s'ka për të zgjidhur absolutisht asgjë. E dyta, shumë e rëndësishme do jetë temë debati edhe këtu, me çfarë do ta financoni autoritetin e rezervës sigurisë. Sepse në modelin që keni paraqitur, i bie që ta financoni përsëri me parat tona. E nuk mjafton fakti që jemi ndër vendet, që kemi naftën më të shtrenjtë në botë, jemi në vend 5 apo 6, edhe përpara krizës edhe pas krizës, se kemi strukturën më të ngarkuar fiskale, 60-65% në varësi të çmimit, shkon për të mbushur xhepet e qeverisë. E nuk mjafton ky fakt. Tani do i ngarkoni taksapaguzëve dhe financimin e rreth 300 milion eurove, se kaq do kushtoj minimalisht mbushja e rezervës sigurisë, pa llogaritur pastaj dhe infrastrukturën shtesë. Dhe këtë gjë duhet t'ia shpjegoni shqiptarëve. Ndoshta e bëni sot, ndoshta e bëni kur të vi projekt ligji, por është diçka që nuk kemi ndërmend ta kalojmë pa një debat fort. E treta dhe e fundit, dhe është pikë e rëndësishme. Sot, siç është ligji sot, qoftë me direktivën që është fuqizuar, ju keni detyrimin për të pasur 90 ditë rezervë sigurie. Për momentin kemi 0. Kush e ka përgjegjësinë këtu? E para ministria. E dyta, autoritetet inspektuese. E treta, sektori privat, se ky është modeli që keni zgjedhur. Tani, do desha të di prej jush, a keni bërë ndonjë përpjekje për të sqaruar situatën? A keni ndonjë raport ju që tregon për çfarë arsye ministria që ju drejtoni, për çfarë arsye inspektoriatet që ju keni nën varësinë tuaj, për çfarë arsye sektori privat nuk ka mbajtur 90 ditë rezervë sigurie, ashtu si që zikton ligji. Kush është arsyeja? Pse keni fjetur gjumë? Pse ndodhe sot në situatën më të keqe të mundshme? Me duart lartë dhe me shpresën te Perëndia që kjo luftë të mbarojë sa më shpejt. Të gjithë e urojmë, por fakti është që nuk kemi kërkund. Pse tallemi me shqiptarët duke i thënë që kemi bordin e transparencës, kur s'kemi 0 gram naftë atje ta hedhim treg nëse korat mund të bëhen dhe mund të jenë dhe mund të bëhen dhe më të vështira. A mbani ju përgjegjësi për këtë gjë? Kush mban përgjegjësi? Dhe nëse keni një raport, na tregoni raportin dhe na tregoni çfarë masash do merrni ju ndaj drejtorëve tuaj, ndaj inspektoriateve tuaj, por edhe ndaj sektorit privat që e ka pasur të detyrueshme për ta mbajtur rezervën dhe nuk e ka mbajtur rezervën. Faleminderit. Faleminderit. Mbështetjen e 6.5 rregullores, zoti Karakaçi keni fjalën. Mund të jepni shpjegimet tuaja në lidhje me objektin për të cilin është kërkuar interpelanca deri në 20 minuta.